Kur rrëshiti Klodi, ishte një pasdite e zakonshme, nga ato ditë që nuk premtojnë asgjë të veçantë. Qielli ishte gri, por jo kërcënues, dhe lagja duke e qetë, pothuajse e përgjumur. Klodi kishte dalë nga shtëpia për të marrë bukë dhe disa gjëra të vogla që i kishte kërkuar nëna. Ishte i menduar, jo sepse kishte ndonjë problem të madh, por sepse mendja e tij, si gjithmonë, ende të larg pa e kuptuar. Rruga ishte pak e lagur nga shiu i mëngjesit. Asgjë e pazakontë. Klodi kishte kaluar aty qindra herë më parë. Por ndonjëherë mjafton një hap i gabuar, një sekond pa kujdesje dhe gjithçka ndryshon, teksa po kalonte pranë shkallëve të vjetra të pallatit përballë. Këmba i rrëshiti papritur. Nuk pati kohë të kapet pas asgjëje. Trupi ju përkul në ajër dhe u dëgjua një zhurmë e fortë kur ra në tokë. Dhimbja erdhi menjëherë, e mprejtë, e thellë, si një thikë që i preu frymën. Klodi bërtiti, nuk ishte një britme e madhe, por ishte e mjaftueshme që të thyej qetësinë e lagjes. Ai u përpoq të çohej, instinktivisht, por sapo u mbështet mbi këmbë, dhimbja u bë e padurueshme. E kuptoi menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Këmba nuk i bindej. Nuk ishte thjesht një ndrydhje, një dritare u hap. Pastaj një tjetër, zonja Mira nga kati i parë doli e para. O Zot, çfarë ndodhi? Tha ajo me zë të shqetësuar. Pastaj erdhi edhe Zoti i lirë, i cili gjithmonë rrinte i heshtur, por tani kishte një fytyrë të ngrirë nga shqetësimi. Një vajzë e re nga pallati ngjitur vrapoi për t'i sjellë ujë. Brenda pak minutash, Klodi nuk ishte më vetëm, ai rrinte shtrirë në tokë, me fytyrën e zbehur dhe sytë që i lëviznin sa nga dhimbja, aq edhe nga hutimi. Gjithçka kishte ndodhur kaq shpejt. Një moment ishte duke menduar për bukën, në tjetrin ishte i shtrirë, i rrethuar nga njerëz. Mos u lëviz, bir, i tha zonja Mira duke ulur pranë tij. Me siguri e ke thyer këmbën, fjala thyer i ra rënd Klodit. E ndjeu si një peshë që i ulej mbi kraharor. Mendoi për shtëpinë, për nënën, për punët që kishte për të bërë, për ditët që do të vinin. Dhimbja fizike ishte e madhe, por ankthi po fillonte të bëhej po aq i fortë. Një burr telefonoi urgjencën. Dikush tjetër i vendosi një xhaket nën kokë. Një grua i mbajti dorën, ajo dorë ishte e ngrohtë. Në ato minuta pritjeje, Klodi e kuptoi diçka që nuk e kishte menduar kurrë më parë. Ai jetonte në atë lagje prej vitesh, por rrallë kishte folur me këta njerëz. Një përshëndetje këtu, një buzëqeshje atje. Dhe tani, në momentin më të dobët të tij, ata ishin të gjithë aty. Ambulanca erdhi me sirenë. Zhurma e saj u përhap në rrugë, por askush nuk u largua. Banorët qëndruan derisa mjekët e vendosën Klodin në barel. Dikush u kujdes të njoftonte familjen. Dikush tjetër mori qeset që i kishin rënë në tokë. Në spital, mjekët konfirmuan atë që ai tashmë e ndjente, këmbë e thyer. Duhej kohë, durim, shërim, ditët që pasuan ishin të vështira. Klodi u kthye në shtëpi me allçi dhe paterica. Çdo lëvizje ishte e ngadalë. Çdo natë ishte e gjatë. Por nuk ishte vetëm, çdo ditë dikush nga lagja vinte për ta parë. Njëherë i sillnin ushqim. Njëherë fruta. Njëherë thjesht për të biseduar. Zonja Mira i gatuante supë. Zoti i lirë i ndreqi një karrige që të rrinte më rehat. Vajza e re i sillte libra. Lagja që dikur dukej anonime, tani ishte bërë familje. Klodi kishte shumë kohë për të menduar. Për rrëshitjen. Për dhimbjen. Por mbi të gjitha, për njerëzit. Ai e kuptoi se një aksident i vogël kishte zbuluar diçka të madhe, solidaritetin, afërsinë, njerëzin. Kur më në fund erdhi dita që hoqi allçin dhe doli sërish jashtë, rruga ishte e njëjta. Shkallët ishin po ato. Por Klodi nuk ishte më i njëjti. Ai ecte më ngadalë, më me kujdes. Dhe çdo përshëndetje tani kishte kuptim, sepse ndonjëherë mjafton një rrëshitje për të kuptuar se sa afër mund të jenë njerëzit kur ke më shumë nevojë për ta.